çdo besimtar që kthehej tek Ati Elohim, fillimisht ju shkruheshe atyre nga urdhërimet e Atit që të hiqnin dorë nga këto. Përse? Sepse kishim tempullin e Afroditës, kishim tempullin e Zeusit, kishim tempullet e paganë, që ata, në këtë rast, kishin prostitutën aty brenda, kishin sakrificat e tyre që një person do të krynte marrëdhënie me të, masandaj ta mbyste kafshën, të pinte gjakun e saj dhe t'ja ofronte si sakrificë idhujt të tyre. Këto gjëra, masandaj thon apostulli, thot, ne nuk kemi pjesë me këto gjëra. Ati ka folur koma përpara tashme për këto gjëra dha. Ju nuk I dinit si jo hebrej, por duhet të kuptoni, thot, që kjo është që ne të miqësojmë së bashku, fillimisht duhet e heqësh këto gjëra, sepse pasaj më vonë gjërat e tjera ju do të mësoni, thot. Sepse Mojsiu që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë atë, predikojnë ligjin e Atit të Mojsiut. Për të mësuar urdhrimet e tjera, thot, fillimisht hiqni këto 4 gjëra që përmendëm pak më përpara. Pastaj, thot, predikohet Mojsiu, thot, në çdo qytet, duke qenë I lexuar çdo sabat. Miqësia, çdo sabat në sinagogë. Ja ku kemi miqësinë në ditën e veçuar të Atit. Ndoshta shumë prej jush din greqisht. Fjala sabaton do thot sabat. Dhe apostulli po e thoshte, vini me njënë, thot, sa të mundeni, si pas të ardhurve tuaj, thot, lini diçka, thot, që kur të vi, thot, të kem diçka për të ngrene, për të veshur, që të predikoj lajmin e mirë, thot. Megjithëse, thot, jam I kënaqur, dhe kam qenë I kënaqur, dhe kur kam qenë uri, dhe kur kam qenë kënaqën, thot, por dua që të shikoj frutat tuaj, thot. Do të shikoj zemrat tuaja. Ja ku ke. Në ekranin tënd e para Korintasve 16, fjala ditë është shtuar sepse nga greqishtja këtu nuk ke asnjë gjë, asnjë fjalë korresponduese, siç mund të kesh për fjalët e tjera. Por njerëzit e atëhershëm kur e përkthyen Biblën vendosën fjalët për të sjellë që tani ne duhet të shkelim sabatin në ditën e parë të javës. U mblodhën për të ngrënë bukë. Pali po ju thoshte që të sillni diçka në këtë rast për të ardhurve tuaja. E bën sabat. Po e lëmë njënë për momentin. Çfarë thot urdhërimi I Atit? Mos ndoshta apostulli tani ka aftësi të shkeli dhe të ndryshojë ligjin e Atit. E ka atë aftësi Mesia të ndryshojë ligjin e Atit, vëlla motër. E ka atë autoritet. Nuk e ka atë autoritet, se Ati e ka atë autoritet dhe ja dha të birit e Tija për gjërat që ai tani duhet na ringjallë neve dhe aspektet të caktuara. Por I biri nuk mund të shfuqizojë urdhërimet e Atit. Sa po I pamë pak më përpara, Mateu 5, flet në vargu 5, 6, që po citonte vetëm psalmin për të marrë jetën e përjetshme, duke ecur në drejtësi, zemra e butë, zemra si fëmia. Asnjë gjë të re nuk erdhi për na thënë. Vëlla motër, përveç se për të na dhënë mbretërinë e Tija që tani ju jo hebrejtë, në këtë rast mund të vini me ne që jemi judejnë, të tha Mesia. Mesia ishte jude, nuk ishte vëlla motër nga Greqia apo nga Italia. Kjo është bisha e Romës, ky është Krishti I rejmë që ka thënë hiqet ligji tani, nuk kam nevojë. Kto ishin gjëra që filluan që atëre. Marcioni ishte një nga besimtarët e kohës së apostujve, që bishopi Ireneu që ishte një nga dishepujt e apostullit Gjon dhe të Pali dhe të Pietrit. Kërtoi hapurzi në librin e tij kundra heresive. Dhe dishepujt e Marcionit, masandaj që bën ndarjen e ligjit nga besimi, vazhdon të masandaj të morën dishiplizim e tyre nga fara të këqija të tilla, edhe masandaj ke gjëra që lëvizën gjatë viteve dhe ja ku I ke masandaj denominacionet apo ndarjet. Fjala ditë nuk është prezente dhe fjala sabaton, vëlla motër, do thot sabat, nuk do thot javë. Dhe është përmendur 68 herë, përkthyer në dhjetën e re, dhe për Mesian dhe për apostujt u përkthyre sabat. Si na doli në 3-4 raste në u bë javë, në u bë në këtë rast dita e parë e javës. Vetëm Satani ndryshon gjëra të tilla. Fjala sabaton do thotë është fjala dita e 7, instruksioni I sabatit. Ja ku ke rastin tjetër në veprat 20, mia ton sabaton do thotë në një prej sabateve, në sabatin e parë.
u mblodhën dishepujt për të thyer bukën. Të nesërmen apostulli duhet të vazhdonte udhëtimin e tij. Sepse në ditën e sabatit nuk udhëtoheshe për udhëtime të gjata. Ati donte që pusho, thot, pastaj lëviz. Ja ku e prapë të njëjtën koncept në vepra 20, fjala ditë në klapa katrore, çdo person që ka njohuri leksikore di që diçka që është vënë në klapa katrore, do thotë që supozohet, mund të jetë. Unë shkrimi neve nuk e kemi me mund, me supozime, me hamendje. Ku e kemi fjalën që duhet përkthyer? Më vonë ke fjalën sabaton, që do thotë nga anglisht upon the first Sabbath. Upon the first Sabbath, në sabatin e parë, ata u mblodhen për të ngrënë. Sabatin e parë, ndoshta ishte të Pentakostit, numërojnë 7 sabate, në sabatin e parë të muajit. Por në një sabatin e parë, në një prej sabateve, kjo ka rëndësi. Ja ku ke dekretimet masandaj të Konstantinit adhurimit të diellit, që ai në këtë rast adhuronte diellin, dhe tha që ne duhet i thoshte katolikëve dhe në tras kishës atëre perandori romak që duhet të pushojnë në ditën e nderuar të diellit. Ja ku e ke. Gjyqtarët, thot funksionarët, banorët e qyteteve duhet të pushojnë në ditën e nderuar të diellit. Ja ku i ke dishipullizimin e Konstantinit dhe dekretin që masandaj në 364 beri në këshillin e Laodicejsë, kur vllai më përmend gjëra të tilla, që masandaj e ndryshuan ditën e sabatit, dhe tani thotë nuk duhet të pushojnë siç bëjnë thotë judejtë, por duhet të punojnë në sabatin, vërtet duhet të shkelin në vend të nderojnë në ditën e Zotit, Zotit të tij të diellit, sepse krijuesi i qiellit tokës tha që duhet të pushojmë në atë ditë. Dhe vendosi si beslidhjes shanjës përjetshme. Nëse gjenden të jene judaistë, ja ku janë dishepujt e Konstantinit që bëjnë deklarime të tilla, dhe mua mesazhe në fillim i shikonje, o ti je judaist, sepse zbatojmë urdhrimet e Atit. Mesia zbatoi urdhrimet e tij, sabatin, festat e tij biblike për 33 vjet. Ti kë do ndjekësh Konstantinin tënd që ke aty në asamblen tënde? Apo do ndjekësh Mesian? Çfarë tha? Çfarë praktikovi? Si eci? Çfarë than apostujt? Ja ku ke dekretet e tjera në vitet 300. Këto ishin mbas ikjeve të apostujve, lindja e sekteve katolik-ortodokse. Dhe masandaj shikojmë që flasin që tani të sabatin dhe neve kemi transferuar në ditën e Zotit, në ditën e parë të javës. Kemi transferuar. Kush ata aty këtë autoritet të transferosh urdhrimet e Atit në datat sipas qefit tënd? Si më të përshtatshme që ti përkasja asaj. Vërtet. Eusebius ishte bishopi i Konstantinit. Dhe kjo vjen nga librat e tyre, që i ke hapur, janë dokumentuara. Prandaj ati thote që në ditët e fundit do ekspozohet, në librin e Enokut thotë, do ekspozohet çdo papastërti, çdo gënjeshtër do dali, thotë. Dhe ja, ka filluar ka kohë. Kohët e ignorancës Elohim i anashkaloi, por tani i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Të pendohemi për çfarë? Nga mëkati. Çfarë është mëkati? Shkelja urdhrimeve të Atit. Ati po na thret, gjithë thot, i anashkalova thot, pa dije në ignorancën tënde, nuk i dije këto gjëra më përpara. Tani të vjen njohuria thot, të vjen përgjegjësia, të vjen përgjegjësia që tani duhet të kthehesh në urdhrimet e mia. Atë që fola pak më përpara dhe në mësimet e kaluara, unë t'inkurajoj të shikosh. Ligje për 30 flet për këtë film që Ati në këtë rast po ndodh në të gjithë botën që Ati ka shpërndarë, të gjithë popullin e tij, 12 fiset e Izraelit dhe neve që na bëri pjesë. Thot që të kthehen në urdhrimet e mia. Ajo profesie, ligje për 30, vargu 1, 2 janë akoma aktive dhe do jenë derisa Mesia të vijë, sepse ligji i tij është i përjetshëm. Ndërkohë,
Apostulli Jakovi, Pietri, çfarë flisin në letrat e tyre? Po i fliste të zgjedhurve që ishin të shpërndarë, dy me fiset e Izraelit. Dhe thoshte ngulmonin ligjin e përsosur, thot, dhe keni mbarësi në veprat e duart të tuaj. Psalmi 1, po citonte Jakovi. Mesia citoi Psalmin 37 dhe shumë deklarime të tjera mas ndaj që beri, po profesit e tia që ishin thënë ju a tha popullit të tia, për të treguar që unë jam ai që në këtë raste do japë jetën dhe do të ringjall ty në ditën e tretë nëse pendohesh dhe beson tek mua. Ata duhet të pendoheshin nga çfarë? Të pendoheshin nga rrugët e tyre të këqija, sepse ishin të infektuar nga mësimet e rreme të farisejve. Të ktheshin urdhrimet e Atit që farisejtë nuk po i mësonin traditat e njerëzve, dhe të besonin që ai ishte Mesia, që ishte i zgjedhuri. Mesia do thot, Krishti do thot i zgjedhuri, i vajosuri. Atë që thash pak më përpara, në të vërtet, po ju them se çfarë? Nëse nuk ktheheni, nëse nuk pendoheni, dhe nuk bëni së fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qejve. Por pra, kur do përulet si ky fëmijë i vogël, atëherë thot do të jetë më i madhi në mbretërinë e qejve. Për urtësia, pranimi i urdhrimeve të Atit. Jemi në librin Mateut. Çfarë kishte Mesia këtu? Çfarë po fliste? Po fliste fjalën urdhrimet e tij të Atit. Prandaj përmendi pra për të qenë më i madh në mbretërinë e qejve, duke zbatuar në vendin e praktikë urdhrimet e Atit. Urdhrimet e tij. Ai që shkelte ato më të vogla, do kishte mësuar kështu njerëzve, do të quhej më i vogli në mbretërinë e qejve. Kurse ai që do t'i vinte në praktikë, do të mësonte të tjerëve, do të quhej më i madh në mbretërinë e qejve. Atë që tha më vonë në kapitull 18, që t'jemi të përullur si fëmija, të zbatojmë, të pranojmë urdhrimet e Atit, dhe të hymë në mbretërinë e qejve. Fillimisht, kjo çfarë po citonte? Zbulesën 22:14. Që Ati tha, unë jam Alef dhe Tav, unë jam Alfa Omega në të rast, dhe pastaj thot, kush i bekuar e saj që zbaton urdhrimet e mia, do ketë të drejtën për të ngrënë nga pema jetë, të hyjë në portat e qytetit. Mbretëria që po vjen, po zbret në tokë, që ne të trashëgojmë i drejti, do trashëgojë tokën. Lavdiati. Ruaj urdhrimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia dhe si bebja syve tu. Ruaj urdhrimet e mia dhe ke për të jetuar. Ke për të jetuar për jetën e përjetshme po flet. Ku flet për vdekjen, kur ti shikon vdekjen në Bibël, ka fjalën për liçen e zjarrit. Kur thotë që ke për të jetuar, atëherë ka fjalën për jetësinë. Mateu 19. Mbas Mateu 18 këtu ja. Pikërisht, duhet ta kem këtu ja, nuk e kam. Kur thotë që të ke për të jetuar. Mateu 19, Mesia po citon fjalët e urta 7. Le ta shikojmë, le ta shikosh. Që ta shikosh dhe ti. Dalin rrugës. Për lavdi të tjera. Mateu 19, Luka 10. Të njëjtët koncepte. Ja, ta shikosh edhe ti në ekranin tënd. Okej, 17. Okej. Një moment, më falë se kemi programe të saktura që po mundohemi të lundrojmë. Çfarë tha Mesia që ruaj Mesia? Ati foli nëpërmjet Solomonit, në fjalë të urta tha që ruaj urdhrimet e mia dhe ke për të jetuar, apo jo? Ruaj urdhrimet e mia dhe ke për të jetuar. Okej.
Mësuesi mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Ati është i mirë vetëm i tha, tani në qoftë se ti do të hysh në jetë, çfarë tha? Zbato urdhërimet. Zbato urdhërimet. Po citonte fjalët e urta 7. Ruaj urdhërimet e Atit, thot, dhe ke për të jetuar. Në qoftë se do të hysh në jetën e përjetshme, zbato urdhërimet. Tjetër evidencë. Luka 10. Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Çfarë është shkruar në ligj, tha Mesia. Dhe masandaj vazhdonte të thonte ligjin, dhe Jashua ju tha, ju përgjigje drejta, vepro kështu dhe do të rosh. Po fliste për jetën e përjetshme, konteksti, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Konceptet të tilla janë aktive në jetën e besimtarit. Të besosh tek Mesia na bën pjesë për të hyrë në beslidhjen e Atit, në kontratën që neve në këtë rast kemi të vendosur në gjakun e Mesias. Është e njëjta gjë, ti shkon në punë, aplikon për punën dhe beson tek në këtë rast ajo ndërmarrje dhe masandaj bësh pjesë e asaj kontratës të asaj ndërmarrje. Ajo ndërmarrje ka ligjet, ka dekretet, ka rregullat e saj që ti duhet i zbatosh që të gëzosh të mirën e asaj ndërmarrje. Ajo ndërmarrje ka një punëdhënës që është në këtë rast drejtuesi. Ajo ndërmarrje konsiderohet si mbretëria e Atit, vëlla motë. Në atë ndërmarrje ka shumë njerëz që punojnë. Dhe ajo ndërmarrje ka një drejtues, ka një mbret, dhe neve në mbretërinë e Atit kemi mbretin tonë. Ajo është ndërmarrja e tij, ajo është ambienti i tij. Është mbretëria e tij. Dhe ka shumë punëtorë që në mbretërinë e tij punojnë. Dhe në mbretërinë e tij ka lavdiatit, ka disa rregulla, ka disa urdhërime që neve duhet të zbatojmë që të gëzojmë të mirën e Atit. Siç ti je besnik në ndërmarrje në punë ku je, zbaton dekretet dhe urdhërimet dhe strukturën që ndërmarrje të jep dhe gëzon të mirën e asaj dhe privilegjet që ndërmarrje të jep. Fillimisht anën financiare, pastaj gjërat e tjera apo pushimin të paguar apo ku ta di unë. Ato janë privilegjet e asaj ndërmarrje që ai në këtë rast punëdhënësi, ai mbret, ai drejtues po t'i jep si rezultat i besnikërisë tënde, i ecjes tënde, i përgjegjësia tënde që ti po tregon në këtë rast të respektimin ndaj urdhërimeve të asaj ndërmarrje. Është i njëjti kontekst me mbretërinë e Atit. Është i njëjti kontekst. Kur një person që në ndërmarrje fillon të shkelë urdhërimet e Atit, çfarë ndodh? Kur një person shkel urdhrimet të asaj ndërmarrje, qortohet. Vazhdon të shkeli të dytën herë, prap qortohet, thot, po mos bëhet, thot, pa udhësi, mos bëhet rrugë, tha, apo jo. Kur vazhdon të shkeli urdhrimet e asaj ndërmarrje, ligjet e rregullat e asaj ndërmarrje, do largohet, do dëbohet nga asaj ndërmarrje, sepse nuk po respekton kontratën që në fillimisht tha, po unë besoj dhe do jemi përgjegjshëm për ta zbatuar. Por më vonë nuk e bëri. Për një arsye një tjetër, mos andash në çështje më vete. E largoi ai mbret, ai drejtues nga ajo ambient, nga ajo ndërmarrje. Është e njëjta gjë me ty dhe me mua. Kur ne vazhdojmë të shkelim urdhrimet e Atit, vazhdimisht, atëherë Ati thotë, ti nuk po nderon gjakun e bestidhes të birit tim, dhe na e ka thënë në fjalën e tij hapur se brejnë të 10. Atëherë thotë, ka pasoja. Le të vazhdojmë në leximi i shkrimit. I kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit për lavdit Atit. Vetë apostulli Shaul Pali këshillon Timoteos që të kushtojmë vëmendje thot leximit të shkrimit. Mësimdhënies dhe inkurajimit të këtij shkrimi, kush është shkrimi? Ne thot vetë që është ligji i Atit, që ai njinte që nga fëmijëria dhe ai ligji, ai gjithë shkrimi është i dobishëm, është aktiv,
është prezent në jetën tonë që ne të mësojmë rrugët e Atit, të bindemi për atij ligji, të ndreqemi dhe të ecim dhe të edukohemi në drejtësi, atë që tha vetë Mesia. Pak më përpara, në Mateu 5:6. Që njeriu Elohim të jetë i përsosur, i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Shkrimi që Timoteos kishte, apostulli kishte deri në këtë kohë, çfarë kishin? Bibla nuk është zbulosur akoma. Jemi në kohët e apostujve që po shpërndajnë komunitete letrat për lavdit të Atit, për të inkurajuar kisha dhe për të dishiplizuar, pastruar, rafinuar, për të mësuar, trajnuar apostujt në këtë rast që do vinin apo të tjerët, dishepujt, besimtarët, për të vazhduar avancuar lajmi i mirë i mbretërisë. Shkrimi, ja ku kemi shkrimin. Që nga Mojsiu dhe të gjithë profetët, vetë Mesia po thotë, ju shpjegoj shkrimet. Shkrimi, ku ishte dekretuar në profeti për ardhjen e Mesias. Shkrimi, që na këshillon apostullit të ta lexojmë. Në shkrimin ishte çfarë parashikuar që Elohim do të shfaqsonte kombet me anë të besimit, do t'i shfaqsonte. Çfarë do thotë? Që në këtë rast do të jepte atë vulosjen e frymës së shenjtë në momentin që ata do besonin në lajmin e mirë nëpërmjet Mesias. Dhe ja dha më përpara Abrahamit, beslidhja e përjetshme në shkrimin. Ku e kishte dhënë? Zanafilla 17, ligji. Në shkrimin, ja ku e kemi. Që apostulli, po i thoshte, po na thotë dhe neve që t'i kushtojmë vëmendje, jo të heqim, t'i kushtojmë vëmendje, t'a vëmë prioritet të shkrim këtë ligj dhe nëpërmjet tij inkurajohemi dhe japim mësëndhenjen dhe masandaj kemi përmësim, përbindje, përndreqje që të edukohemi me drejtësi dhe të mirë pajisemi, të dishiplizohemi. Të përmbushe shkrimi që për ardhjen e Mesias. Më falë, po, por këtu kemi birë në humbjes për birë në humbjes ishte Juda, dhe mund po më të emri, Juda, që të përmbushe shkrimi, ku ishte profetizuar në ligjin e profetet për atë që do ta tradhtonte. Krimi. 3 sabate me radhë, pali ishte duke mësuar dhe sillte argumente nga shkrimet, nga shkrimi. E shikon, vlla motër, që kemi plot evidenca që shkrimi që po flasin apostujt është ligji i përsosur. Dhe vetë Mesia ta tha në Luka 24. Dhe Gjoni po fletë dhe vetë mbreti lavdisë e foli pak më përpara, që kur u ringjall po e fliste atyre 2 udhëtarëve, por e fliste për veten e tij, për gjërat e mbretërisë, nga të gjitha shkrimet. Nëse, me pak fjalë e kuptove vëllamot që shkrimi është ligji, janë urdhrimet, festat biblike, sabati dhe profetët, fjalët e urta dhe psalmet, është gjithë ligji, nga Zanafilla deri tek Mateu, lavdi Atit, ku po flet për shkrimin, për ta përcaktuar si fjalë, si kontekst, si temë, si fjalë të veçuar. Kur ti shikon shkrimi thotë, atëherë dalë se ligji thotë, ose profetët, ose salmet, diku do thotë që nga Zanafilla deri tek Mateu, atëherë ai është shkrimi. Lavdi Atit, Ati e vendosi sabatin e tij dhe veçoi në ditën në këtë rast veçoi atë në ditën e 7, në Zanafilla 2, në 10 urdhërimet na thotë që neve të kemi kujdes ta mbajmë mend, siç tham pak më përpara, sepse Ati e ka vendosur sabatin dhe urdhërimet e tija, festat e tija biblike për jetë. Dhe janë të vërteta. Si llogaritet sabati për ju që keni një zemër për të nderuar Atin dhe gjakun e beslidhjes? Dita biblike, festa Atit, që është nga festat e tija në Levitikun 23, fillon me sabatin. Fillon dita biblike në perëndim të diellit të së premtes, të ditës së kaluar në të rast më përpara, dhe mbaron masandaj në perëndim të ditës së nesërme. Sabati, për shembull, në perëndim të diellit së premtes fillovi që dije në perëndim dhe tani në Shqipëri po hyn në këtë rast jemi në orë 8:30,
po hyn Perëndimi dhe po mbaron sabati. Dhe ati na kërkon që ne të veçohemi në këtë ditë para se të mbaroj sabati. Nuk na kërkon në këtë rast ta veçojmë në ditën e diellit. Mund të miqësojmë në çdo ditë që ati na ka dhënë të javës. Mlidhemi, në këtë rast të lavdërojmë atin, mësojmë nga ai shkrim për urdhërimeve, vazhdojmë të përgatisim zemrat të mirëpajisemi, derisa dita po afrohet, por si ditë të veçuar ati ka vendosur sabatin e tij të përjetshëm. Fillon në perëndim të diellit të ditës së premte dhe mbaron në perëndim të diellit të ditës së shtunë. Ja ku e përcakton këtë koncept. Në Neemia 13:19 dhe ndodhi që kur portat e Jeruzalemit filluan të errësohen para sabatit, para sabatit. Kjo ishte e premtja në mbrëmje. Dhe unë urdhërova që portat të mbylleshin, thotë profeti, dhe urdhërova që të mos hapeshin deri pas sabatit. Lavdjat. Dhe disa nga shërbëtorët e mi më vendosën te porta, thotë, që të mos sillte asnjë barë ditën e sabatit. Kishte fjalën për të mos hynin për të shitur dhe për të blerë. I mbylli portat, se populli i tij po mëkatonte, duke bërë tregtin atë ditë, duke blerë, duke shitur. Dhe nuk ka rëndësi vlera, po shkon të blesh diçka, është në këtë rast mëkat në ditën e sabatit. Në të njëjtën kohë po bën të punosh të tjerët, sepse në atë ditë gjithë vendi duhet të pushojë, të mbyllen gjërat dhe të përcaktohesh dhe të dallohesh, të identifikohesh me atin, me krijuesin që të ka dhënë atë punë. Levitiku 23:32 përcakton ditën biblike. Në të njëjtën kohë ishte një nga festat e atit, për ditën e shlyerjes, thotë, ju do të përulni shpirtrat tuaj ditën e 9 të muajit biblik, nga mbrëmja deri në mbrëmjen vijuse. Do të kremtoni në këtë rast sabatin tuaj, kështu sabati i lartë, quhet festë, quhet pushim. Dhe ja ku ke nga mbrëmja deri në mbrëmje. Ja ku është llogaritja biblike. Atë që thash pak më përpara, është një gjë e keqe apo jo? Të përdosur sabatin e tij. Që është kjo gjë e keqe, i qortoi parinë e Judës, pleqët e Judës, vetë profeti Neemia që ishte në atë kohë ku po vendoste rafinimin dhe pastrimin e popullit të Izraelit, qortova parinë e Judës dhe i thash, ç'është kjo gjë e keqe që kryeni duke përdosur ditën e sabatit? Gjë e keqe. Nuk e përmendëm pak më përpara në Psalmi 37 për gjën e keqe? Ja, një moment tu ishte. Jo, nga në vajtë. Po, tu je. Gjë e keqe. Largohuni nga e keqja. Dhe bëj të mirën. Largohu nga mëkati, thotë, dhe bëj të mirën. Të tjerëve. Lutemi atit. Shkrimet janë kudo. Interpretimi vargjeve me vargjeve, shkrimi me shkrimin, jo të sjell unë interpretimin tim, jo marr një përkthim të dobët siç e bënte dikush në Tiranë. Deputeti mos andaj e bënte, tani kaluan nga pastoru bën deputet, pas ka thirrje të tjera. Dha apostull, profetë, ungjilltarë, pastor dhe mësues, nuk dha mos andaj deputet, misia me kryebashkiakun apo tjetrin. O je o nuk je. O je me te për mbretërinë e tia, o nuk je. Jo, unë do vete atje, sepse dua të ndryshoj. Qa do ndryshosh? Kur populli ka nevojë, për normal që nuk ka dritën në ta. Populli ka nevojë për mbretërinë, ka për vegla në mbretërinë e tia, nuk ka vegla që në këtë rast të shkojnë në vendet e lartëra. Pastori në Kosovë, mos ndaj çdo gjë që beshe, po ja shikon ambasadori Amerikës, apo ç'na duhen ato gjëra? Se dalin bëjmë lutjen.
Duhet të lutemi, duhet të pendohemi. Po, me qarë? Nga mëkati që shkel e ligjit. Për ta kuptuar këtë koncept, Marku 2, apostujt këputën kallinjtë dhe masandaj farisejtë erdhen për të gjetur faje tek ata, indirekt për të gjetur faje tek Mesia tek Krishti. Dhe ku po thoni që atë çfarë po bëjnë, thotë kjo gjë nuk është e ligjshme, thotë, të bëjnë në ditën e sabatit, është sipas traditave të tyre, vlla motër. Të thyesh bukën, të thyesh kallirin, nuk është mëkat. Por këte nuk arrin të ndaj sot, dhe kur dilte dikush në Amerikë që e fola, po ja, shikon, dhe merrte raste të tilla për të përcaktuar që tani ja neve nuk duhet të zbatojmë sabatin. Këtë një filozofi, unë nuk e kuptoj. Si mund të thuash një gjë të tillë? Tani ne nuk duhet të mbajmë sabatin sepse Mesia qortovi farisejtë. Ata po mbanin, farisejtë po mbanin sabatin. Jo, nuk po mbanin sabatin, po mbanin traditat e tyre në ditën e sabatit. Kjo është konteksti. Po mbanin traditat e tyre të pleqëve kundra urdhërimeve të Atit dhe quanin si sabat. Ka me plot ligje farisike të saducejnve sot e kësaj dite, që në sabat i kanë shtuar me 1500 të tyre, ndërkohë Ati thot 4-5 gjera në ato ditë. Dhe Mesia vjen, thot, a nuk e keni parë, thot, a nuk e keni lexuar vallët ç'bëri Davidi, thot, kur pati nevojë dhe kishte uri, thot, hengri, thot, brenda në tempull, thot, ndërkohë nuk I lejoheshe përveç se printërinjve, tha. Por ju dha dhe atyre që qenë me te, thot, përse? Sepse ishte jeta e njeriut, thot, në mes, thot. Është jeta e njeriut në atë ditë, thot. Që në qofse ka uri, në qofse dishe epidemi kanë uri në përara, do ta këpusin kalliun dhe do hanë, thot. Po jo, ajo është punë, shikon ti po e thyen, ajo është punë që po benë. Po kur bie delja, thot, në gropë, tha Mesia, po jo. Çfarë ndodh? Ju nuk bëni punë të rëndë duke trequr që ta nxirrni të shpëtoni jetën asaj dele, ju e bëni atë gjë, kurse disa epidemi në këtë rast, sepse apo unë shërova një person në sabat që kishte nevojë për jetë, për ju që ka punë. Kjo është ndarja që e le të ligun me një anë, me traditat e tyre apo traditat të ka sot të tërë denominacionet me fesat pagane, dhe ecën në urdhërimet e Atit dhe çfarë Ati thotë, vendos prioritet Atin dhe njeriu në të rastë miqësosh në atë ditë. Sabati është bërë për njeriu, çfarë do të thotë? Që sabati është krijuar, ka ardhur në ekzistencë, u shfaq për njeriu, është vendosur për njeriu që të pushojmë dhe ta respektojmë në atë ditë. Dhe pastaj shikoja një mesazh dikush në YouTube që bente, se po e përdosni sabatin, vërtet? Shko foluve të tjerve. Por kur nuk njohin kush je, me njerë dalim në mish dhe bëjmë gjykime në të rast të liga. O ju po mbani të premten dhe të dielen. Jo, kjo ministri nuk praktikon gjërat pagane, si shprejnë të tjerët. Ka fol me të tjerët. Ne nuk kemi pjesë me denominacionet e të dielës apo gjërat të tilla. Apo e premtja apo të tjera. Kjo ministri praktikon fesat biblike të Atit, sabatin e tia, dhe ecim në ligje dietore, në të ngrenën pasë që Mesia e apostujt bënë dhe hengrën. Në dalim asandaj dhe çfarë tha? Është alarmante, del të shikojmë. Se ndoshta na dëgjon, ndoshta mund ta dëgjojë. Varet. Ishte një mesazh që është të vraposh. Çfarë tha? Ja një moment. Çka çfarë perceptime kanë sot ashtu quajtur besimtarë? Dhe kur shikojmë gjërat të tilla, janë alarmante gjërat.
Dhe fillon duke thënë, Kështu thotë Zoti. Dhe shiko si dalin profetët e rejmë. Dhe tha Zoti nëpërmjet këtij personit, I gjithëpushtetshmi, ju e pas keni përdosur sabatin. Për juve thot dita ime është e premtja dhe e tjera. Edhe njerë, nëse ti po më dëgjon, duhet të pendohesh tinë nga paudhësia jote e të folurit për qartë. Sepse në këtë mistri ne nuk praktikojmë të premten apo të dielën. Sot e sabati tia është mbledhja e veçuar e tia. Te një beslidhje së përjetshme, shikoj mësimet e tjera, ato 260 të tjera para se të shikosh një short, një të shkurtër 2 minuta dhe përcaktove karakterin e një ministri apo të çfarë po ecim te një personi, çfarë po praktikojmë. Lindja ime do të festohet në 14-15 korrik. Aj. Lindja e Mesias po flet, që ndodhe në shtator në tetor. Në festën e tabernakuve, qëndroj me ne, e përcakton vetë priftëria e asaj kohe në 2 kronikave, kur David ishte rrjedhën e priftërisë, me gjithashtu e mbështetur nga Luka 2. Lindja e Krishtit do të festohet në 14-15 korrik dhe ringjallja ime, po thot kyte, ringjallja ime do të festohet në 14-15 janar. Në muajt paganë të Janusit, që dhe ka Mesia me hynin e 2 kokave që praktikonin në Romë. Ti, në qoftë se po e dëgjon, të kishte si kishte emrin, Lua 1876, ja ku ja fshien mas një emrit, ja ku fshien mas andaj, brapa një emri. Dhe ka plot faqe, mas andaj hapin faqet, vetëm për të bërë një komende, largohen. Ringjallja e Mesias do të festohet në 14-15 janusin, çlidhe kanë idhujt. Që dhe kanë idhujt me Mesian. Oh my goodness. Vazhdojmë. Dhe atëre dhe jo kur I festoni, sepse ju festoni festat e Satanit. Denominacionet, jo kjo ministri. Mbajnë festat e Levitikut 23, Eksodi 12, që Mesia dhe apostujt e vërtet të praktikuan, që ti nuk e dal akoma. Kush ka veç du të që, oh my goodness. Ati pas mëshirë për popullin tonë, që përmendin emrin e Mesias dhe dalin flasin çoroditur. Jo vetëm ky person, por ka plot. Ka plot. Sabati është vendosur, është krijuar për njeriun, lavdiatit, dhe jo të vendosi njeriu kur është dita e sabatit apo mënyrat e tia, dhe po thot Marku 2, që ti ta kuptosh. Nuk vendos farisejnë të si do praktikohet, nuk vendosin denominacionet e njeriut sot, 200 denominacione kur është dita e veçuar, ati ka dekretuar në Zanafilla 2-3 dhe erdhi masandaj rikujtojnë në Eksodi 20 kur e vendosi me gishin e tia dhe foli nëpërmjet apostujve, foli nëpërmjet profetëve, lavdiati duke na rikujtuar. Dhe thot farisejnve vetë Mesia Jeshua po e thot, prandaj biri njeriut është Zot dhe I sabatit. Çfarë do thotë? Thot është ai në të rast e keveris atë ditë, sipas urdhërimeve të Atit tim, thot. Po jo se do ta shkelte. Sepse do ta bëjmë më mëkat pasaj Mesia, si sot shumë asamble e pejnë indirekt duke thënë, po ai erdhi ti shfuqëzonte. Pa I Mesia nuk është I Biblës, ai Krisht nuk është I Biblës, është I krijuar në teologji tona, në për ato sinagoga që ke brenda, në për shkollat tuaja. Janë dishepujt e Marcionit, që ndanë gjëra që në atë kohën, dishepujt e Lutherit, dishepujt e Calvin, duke mbajtur festat pagane dhe çdo doktrinë të rreme, demonike. Calvin dogji 2 persona në Gjenevër, gjallë,
një doktor dhe një tjetër sepse kundërshtoi doktrinën e tyre demonike. Njeriu u parapërcaktua tani për t'u shpëtuar dhe për t'u hedhur në liçen e zjarrit. U parapërcaktua, u emërua, u shfaq dhe u dekretua vetëm një person, dhe ishte Mesia që do vinte të jepte shpëtim të gjithëve ata që do pendoheshin dhe do besonin. Kaq. Sa gjëra ka ndodhur. Atë që po thesha, fjala berë në kur thotë lart, pak më përpara, sabati është berë për njeriu. Themi këtuja, sabati është berë për njeriu, dhe jo njeriu nuk vendos kur është dita e veçuar. Dhe mënyrat dhe rregullat e atij, ati ka vendosur më përpara. Dhe që thoshe, po të shkosh nga leksikoni, ginomai, fjala ginomai thotë është berë, do thotë të behet, të vinë ekzistencë, të filloj të japi jetë, të marrë qenje, të ndodhë, të ngrije, të shfaqe në histori, të dalë në skene, për të berë, u përfundua si krijuari në mënyrën e përsosur. Është një mrekulli që duhet berë, kryer, duhet behet, kush? Sabati është krijuar, është berë, ka ardhur në ekzistencë, është një mrekulli për njeriu, natë na ka dhënë neve të miqësojmë me të në ditën e veçuar të tij, si asambleë, është një mbledhje e veçuar, një mbledhje e shenjtë, thotë në Eksodit 31, por dhe në Levitiku 23, që është festa e tij e parë. Ka dhënë kishës së vërtetë. Ja ku kemi në Mateu 12, Laudiatit, kur shikojmë që kur Mesia flet, që hyri në sinagogë dhe pa një njeri që kishte nevojë, në këtë rast ishte thardora, kishte nevojë për shërim, atëre e pyetën Jashuan me qëllim që ta padisnin dhe çdo vëlla motër për ta kuptuar. Në Këshillin e Sinedrit që ishin të vetë zgjedhur farisejtë, saducejtë dhe priftëria e tyre, Kajafa dhe të tjerë ata që në këtë rast që e gjykuan Mesian padrejtisht dhe gjykuan natën, që ligji nuk thot një gjë të tillë, por prandaj ishte komplet, ishte sistemi korruptuar në atë kohë. Ata persona nuk lejonin asnjë tjetër që të ishte përmbi autoritetin e tyre, ishte çështje pozicioni, ishte çështje autoriteti që donin të mbanin. Kur Mesia erdhi, thanë ti, kush je, me çfarë autoriteti i bën këto gjë, kush i ka dhënë ty të këtë autoritet? Ne na është dhënë, thoshin ata, në ignorancën e tyre, saducejtë, farisejtë, në mashtrimet e tyre. Ne kemi vendosur këtë autoritet dhe nëse ti nuk je me neve, atëherë ti je kundra neve, tani ty do të kryqëzojmë. Sepse përdornin edhe mashtronin në këtë rast popullin dhe shtrembëruan ligjin e Atit për të kryqëzuar në këtë rast birin e lavdisur. Kjo ishte çështja vetëm që ndodhte për autoritetin. Prandaj ke që apostulli Gjoni, Gjon Pakzori ishte në shkretë të tire. Përse? Sepse nuk mund të qëndronte në qytet në Jeruzalem për shkak të korruptimit që kishte brenda. Dhe ishte në komunitetin e Qumranit, ku ishte komuniteti që i qëndronte jashtë dhe po priste lavdiatit Mesian të vinte. Dhe kur erdhi Mesia, shumë në këtë rast që ishin jashtë që po e pristin sepse zbatonin ligjin dhe mbanin kalendarin biblik, ku apostulli Gjon Pakzori u rrit me ta. Ata e pranuan Mesian, prandaj thonë që shumë priftërinj e pranuan, apo kishte me mira për tyre që e pranuan, po brenda në Jeruzalem dhe për te Izraelit, por kemi në këtë rast të komunitetin ku lind Gjon Pakzori, u qëndroj me ta, ata ishin që e pranuan, sepse ishte ajo çështje e përpik, e përpallja dhe ishte të gjithë ajo që po ndodhte midis komunitetit të Qumranit me priftërinjtë e korruptuar që ishin brenda në tempull. Kjo ishte mbas Ezras, mbas Nehemia, mbas Ezekielit dhe Danielit, që kur u rikthyen nga Babilonia, masandaj vendosën pozicionet e tyre që Ati nuk ishte dhënë dhe korruptuan masandaj ligjin e tij dhe përdorën kundra Mesias Krishtit. Sepse Mesia po i thoshte që ju hipokritë nuk po praktikoni ligjin e Atit tim. Kurse ata duke ditur masandaj që nuk po e bënin, sepse po ju vinte fjala, kishin shtuar dhe hequr sipas qefit të tyre,
Dhe morën masandaj dhe goditën Mesian dhe apostujt dhe çdo njeri që besonte tek ai i quanin si një sekt i udhës, sepse Mesia tha unë jam udha e vërteta dhe jeta. Dhe prandaj shikojmë rafinimin që Mesia filloi me apostujt, sepse ishin pjesë e farisejve, ishin mësime që ata kishin mbajtur. Apostulli Pali ishte një farisej. Pjetri ishte dhe me gjithë të tjerët që i zgjodhi më vonë, ishin duke mësuar prej saducejve, prej farisejve. Traditat e njerëzve që akoma ishin dhe i shikon masandaj grimcat e tyre, shikon apostujt që jo, nuk duhet të miqësojmë sepse nuk është e ligjshme që të vijun ty tek ty. Korneliu i thot, por ati më tregoj që të mos e quajsi njeri të papastër apo të zakonshëm, sepse kështu i quanin farisejt dhe kishin mësuar dhe në këtë rast apostujt, po jo se mësuan, apostujt nuk ishin zgjedhur akoma, po e marrë si emër. Por ata që ati zgjodhi në përmjet Mesias apostujt, për para se të merrin këtë titull, ishin pjesë e mësimeve të saducejve dhe të farisejve. Pali ishte farisej, e thot Galatas së hapur. Por Pali thot unë, në këtë rast, u largova nga traditat e etërve, e kishte fjalën nga të njeriut, për tani, në këtë rast duke besuar tek Mesia, të zbatoj urdhrimet e Atit që të hyjë në portat e lavdisë. Zbulesa 22, 14 po thoshte, mësuan ligjin e Atit, urdhrimet e Atit, duke qenë Mesia qendër, në këtë rast, e asaj mbretërie, që neve tani e nderojmë me ecjen me zbatimin e urdhrimeve të Atit. Kemi Atin, duke ecur në urdhrimet e Tij, kemi të Birin, duke besuar dhe dëgjuar çfarë ai na tha. Shumë prej gjërave që pam pak më përpara dhe po të fillojmë një ditë do t'i marrë çdo gjë që Mesia ka thënë dhe me çdo varg që në këtë rast ishte prej ligjit. Vetëm morëm Mateun 5 vargjet e para. Vargun 4-5, vetëm po citonte Psalmin 37. Mateu 4 po citonte në 4 tundimet, 3 tundimet që pati, po citonte ligjin e përtërirë. 8, ligjin e përtërirë 6, dhe po citonte Levitikun 26 që të lidhemi ngushtë, ligjin e përtërirë 13, të lidhemi ngushtë me Atin. Prandaj po e thotë në këtë rast që në Mateu 12 thotë, a është e lejushme që dikush të shërojë në ditën e Sabatit? Normal që është e lejushme, do shkosh të predikosh, të shërosh, të ndihmosh, lavdi Atit. Është e lejushme miqësia në atë ditë. Është veçim, por jo nuk është e lejushme masandaj që ti të shkosh të bësh qefin tënd në atë ditë. Isaia 58 thot haprazi. Le të kalojmë në Isaia 56, që është mbretëria që po vjen. Mbretëria që po vjen. Dhe kush është konteksti në Isaia 56, që Ati po flet? Para se të kalojmë në mësimi.